Dhe edhe njëherë e theksoj që ky live është një live i cili do të mbahet në faqe dhe dua shumë që të gjithë ju që do jeni në live, që do ta shikoni live, të komentoni që isha live dhe e pash live-in direkt ose e pash ritransmetim. Kjo do na jap mundësi që të shikojmë se sa njerëz janë live dhe sa njerëz do ta shikojnë më vonë. Kjo është një rubrikë e re që quhet ndryshe Ti mundesh. Është një rubrikë e cila unë mendoj që ju kam dhënë hapësirë të gjitha vajzave, po e theksoj më shumë për vajza sepse qëllimi i faqes është pikërisht që të jap një dorë ndihme të gjitha vajzave, që të kenë hapësirën e tyre ku të shprehen për gjërat të cilat kanë bërë realitet, duke kthyer diçka nga ide në pjesë të jetës së tyre të përditshme. Dhe kjo është një hapësirë që në quhet ndryshe kalim kuantik. Pse do të thot kalim kuantik? Sepse në momentin që ne i bëjmë gjërat tona realitet, ne ndryshojmë personalitetin ton, ne ndryshojmë mënyrën se si shikojmë gjërat, ne ndryshojmë mënyrën se si evoluojmë, por në të njëjtën kohë ne transformohemi. Çfarë do të thotë transformim? Sepse në përgjithësi njerëzit kur e dëgjojnë fjalën transformim, e shikojnë si diçka që është jashtëtoksore. Transformim do të thotë që ti të ndryshosh realitetin tënd në jetën tënde dhe mënyrën se si jeta jote është duke rutina e jetës tënde është duke u bërë nga një vit në vitin tjetër. Dhe kjo quhet ndryshe kalim kuantik. Në momentin që flasim për këtë gjë, pikërisht për transformim ose për të kthimin e gjërave që ne më përpara i kemi parë si ëndër, i kemi pasur si thjesht një ide në realitet, atëherë kjo për mua është diçka që dua ta dëgjoj. Nëse ti e dëgjon këtë live, unë të ftoj të bësh pjesë e kësaj rubrike, sepse jam duke kërkuar pikërisht për ti. Pikërisht për një person që është dhe ka transformuar jetën e vet duke sjellë në jetë ëndrat e veta. Kjo është pikërisht rubrika sot. Dhe duke e bërë këtë gjë, ne do të kemi hapësirë që vajzat të cilat, po e theksoj edhe një herë, kanë arritur gjëra në jetën e tyre. Nuk ka rëndësi se çfarë ke arritur. E rëndësishme është që ti atë iden ta ke kthyer në realitet. Për shembull, çfarë mund të them? Mund të kesh hapur një biznes, që është një biznes bukurie ose një biznes çfarë lloj biznesi, i vogël ose i madh. Mund të kesh krijuar të diçka, ose mund të kesh pasur një ëndër që kur e ke filluar universitetin ke parë fundin e universitetit dhe ke bërë të mundur atë gjë. Mund të ke pasur ëndër që diçka, një punë, dhe sot je duke punuar në atë punë. Të gjitha këto quhet për mua suksese. Pse e shikoj këtë gjë si sukses? E shikoj si sukses sepse jo të gjithë i bëjnë gjërat realitet. Dhe jo të gjithë e kanë këtë guximin që të shkojnë pas ideve ose ëndrave të tyre. Duhet të dim se sa më shumë që të kemi ide, aq më shumë ne do të kemi mundësi që të sfidojmë. Pse e them sfidojmë veten tonë? Sepse idetë vinë dhe ajo që hedhim hapa konkrete është pikërisht sfida e brendshme që ne kalojmë me veten tonë. Pse e them sfida e brendshme? Është një sfidë e brendshme sepse ti fillimisht do të thuash po, do ta bëj realitet këtë gjë. Kam qejf, do të ndjek, do hedh hapat e parë. Kjo është gjëja më e mirë, sepse pikërisht këtu është shpirti që flet me ti. Dhe pastaj ti duke menduar pas 3-4 ditësh, ti thua, unë nuk jam e zonja për këtë gjë, nuk jam vlen, nuk është për mua. Pra, fillon egua të flasi dhe ti dëgjon më shumë egon. Po kur ti je e aftë të dëgjosh shpirtin tënd ose zërin e shpirtit tënd, ti je duke hapur zemrën tënde dhe duke u lidhur akoma më tepër me zemrën. Sa më shumë të ndjekim ëndrat tona, aq më shumë ne lidhemi me zemrën tonë. Dhe çelësi për të pasur një jetë që kalojmë nga mbijetesë në një jetë që quhet ndryshe jeta e lullëzimit, pra që të lullëzojmë në mënyrën tonë unike, atëherë ne duhet të ndjekim ëndrat tona dhe t'i bëjmë këtë ëndra ose këtë ide realitet. Dhe gjithmonë duhet ta dim këtë gjë, që në momente të ndryshme ne do ndihemi sikur nuk mundemi, dhe kjo është më se normale. Por në momentin që ne fillojmë të veprojmë, edhe pse kemi këtë ide, jemi duke stërvitur shpirtin dhe jemi duke i dhënë fuqi kësaj gjëje që është pjesë kryesore e jona, që të jetojmë një jetë të plotë.
Dhe ideja është këtu, në momentin që ne flasim për gjëra që duam t'i bëjmë në realitet, dhe kur ne flasim për gjëra që ne kemi dëshirë të bëjmë pjesë e jetës tonë, atëherë ne do të sfidohemi me gjëra të ndryshme. Sepse çfarë ndodh? Kur ne i japim fjalën vetes tonë, por kemi vite që nuk e kemi mbajtur fjalën fare asnjëherë, atëherë ne fillojmë të dyshojmë në aftësinë tonë. Dhe kjo është hapi i parë që ne duhet sfidojmë. Çfarë do të sfidojmë? Aftësinë tonë që ne të veprojmë, edhe kur këto gjëra që është egua, ose quhet ndryshe mendja. Mendja jonë na del, sepse mendja nuk do që ne të zhgënjehemi. Mendja nuk do që ne të lëndohemi. Dhe kjo është ai personi jonë më i shtrenjtë që do të na mbajë të sigurt. Dhe pikërisht kështu duhet ta shikojmë ego, si ajo gjë e shtrenjtë që do të na mbajë në një kuti dhe mos të lëndohemi fare. Por realiteti është që ne kemi ardhur në këtë jetë që mos të qëndrojmë brenda kutisë, por të rritemi në nivelet të cilat ne kemi ardhur në jetë për të rritur. Vetëm të shikojmë pak requestin, tani se Ariana është këtu. Sepse edhe Ariana nuk është futur në një live dhe e kishte pak të vështirë këtë pjesën. Shpresoj që të futemi tani. Përshëndetje Ariana, përshëndetje, faleminderit. Më dëgjon? Po të dëgjoj. Okej, dhe unë të dëgjoj, do ta çoj pak volumin. Dhe si po thoja Ariana, për pjesën e hedhjes së hapave konkret drejt idesë tonë. Çfarë është diçka, do fillojmë tani me Arianën. Ariana ka dyqanin e saj ose sallonin e saj të bukurisë në Lezhë, por ajo e ka hapur së bashku me motrën, të cilat më vonë, pasi e krijuan këtë hapësirë në Lezhë, kanë krijuar një hapësirë tjetër në Tiranë. Le të flasim pak Ariana për këtë ide që ti e ke bërë realitet, dhe unë të përgëzoj që ti u bëre pjesë e kësaj live, edhe pse e ke për herë të parë dhe nuk e qëm pjesë e live-eve më përpara. Mos ki merak fare, konsideroj këtë live si diçka që je duke folë me mamin me kamerë, ose me motrën, ose me kushurirën, nuk ka rëndësi shumë, dhe shikoje si diçka që ti do t'i japësh një mesazh, një vajze që është si ti, kur ti ke hedhur hapat e parë, që ke pasur idenë tënde për të bërë realitet sallonin tënd të bukurisë. Do ta shikojmë kështu? Më premton? Po, kështu. Si që ka të normale. Unë jam Ariana, jam nënë e 2 djemve, të mrekullueshëm. Si çdo fillim ka pasur ato vështirësitë e veta, ose piknisja e të realizuarit për të bërë një estetiste, si jam unë një estetiste thonjsh, normal që ishte ka ato vështirësitë e veta, ato pengesat e saj derisa të arrish që të kompletohesh dhe të jesh një estetiste perfekte. Perfekcioni është shumë më larg, por neve do të thënë çdo ditë dhe çdo hap dhe çdo mësim dhe çdo trajnime që marrim normal që na bëjnë edhe më profesionistë. Fillimi ka qenë unë bashkë me motrën, në momentin që u bëm të dyja bashk. Mësova punës që ajo bënte, mësova dhe unë, duke arrit avash hapat të mi, duke thënë për pjesën e njësojve interesuar, sepse pjesa e estetikës, dhe kulturës, dhe prandaj i shikoj me shumë detaje dhe me shumë vëmendje dhe du që atë që bëj dua ta realizoj në mënyrë perfekte. Dhe po, dhe kjo është ajo, besoj që piknisja parë që neve do të thënë që të arrijmë që të kemi një profesion të tonin, ne na duhet që ne ta dimë se çfarë duam nga vetë, se ku jemi më shumë. E momentin që neve kuptojmë se jemi kjo gjë, do të thënë, dhe e kemi me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, normal që aty fokusohesh dhe në momentin që fokusohesh në atë, normal arrihet edhe bëhesh profesioniste e asaj që ti ke dëshirë. Po, e vërtet. Ariana, do të bëj një pyetje. Nga momenti që e kishe si ide, sa vite të mori derisa fillove? Sepse edhe kjo është një hapësirë paraprake, para se të fillosh diçka. Po. Mua më ka marrur të paktën 2-3 vite, po, domethënë të jem pa frikë
që të punoj pa frikë, të realizoj një punë të saktë. Po, por çdo praktika është domethënë pjesa që bën shumë edhe praktika ka qenë ajo domethënë që ka qenë non stop dhe unë që kur e kam nisur e kisha me shumë dëshirë edhe çdo domethënë që edhe shikoja mendoja sikur një dizajn që mund të ishte diku mund ta mendoja ta tek kthoj domethënë që ta merja dhe ta zvogloja të bëj sa më të vogël në një thojnë sa është masa e thojt për shembull, po marrim pjesën e thojt se tek ato jam e specializuar. Po, e specializuar. Dhe thojt edhe vetullat microblending. Po. Edhe kështu bashkë papat tanë, për shembull, arritëm që ja bashkë e menduam edhe thamë për shembull pse jo mos të bëhemi të dyja, të dyja në të njëjtin profesion, ama të ndajmë profesionet tona. Motra e madhe e Merit është për pjesën e flokëve dhe unë jam tek pjesa e thonjve dhe estetikës. Dhe ishte një diçka shumë e bukur dhe e mirë menduam dhe se si mund neve ta vazhdojmë të ngrihemi lart e më lart. Dhe normalisht që ka qenë vite të vështira, kemi pasur dhe si tush ngritje dhe zbritje, domethënë të rrugtimit, si tush deri tani dhe arritur këtu. Edhe të dyja bashkë duke qenë të bashkëpunuara, të besuara dhe të përkushtuara maksimalisht që ne të bëjmë një realizim, përderisa jemi fut në këtë profesion, ne duhet të jemi perfekte, që domethënë të marrim një emër dhe të vëmë një status, domethënë që të jemi të njohura dhe këtë punë e kemi me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, dhe prandaj domethënë ishte i gjithë përkushtimi, se ne se si të arrijmë dhe të ngrihemi që të jemi sa më lart dhe edhe të vetë punësuara, që është pika kryesore që domethënë besoj për një femër është gjëja më e bukur që të jetë punësuar, të ketë një profesionin e saj dhe të jetë besoj është vlerë më e madhe. E vërtet është. Po gjatë momentit që, për shembull, në momentin që kishte vështirësitë, e ke menduar ndonjëherë të dorëzoheshe dhe e kupton të thuash se hapa, nuk ja vlen. I ke pasur këto vështirësi? Vështirësitë për të dorëzuar nuk bëhet fjalë, domethënë, vetëm për thjesht për shembull nëse neve shikojmë që një hap që këtu nuk na del diçka e vlefshme, kupton, e mirë studiojmë, që të dyja domethënë dhe themi ja vlen apo s'ja vlen që ne ta hedhim këtë hap apo jo. Por në momentin që neve marrim një vendim dhe e dim se e kemi një besueshmëri tek vetja jonë që neve do ja dalim për shembull dhe do e nisim, edhe e nisim edhe nuk është se kthehemi prapë. Por edhe nëse një diçka e vogël nuk shkon dhe nuk bën prapë, themi okay, nuk ka gjë, nuk ka problem, ishte mësuam diçka tjetër, e ke parasysh edhe kemi edhe prapë më lart ndash se na hiku ajo ishte për diçka më të mirë, domethënë e marrim në një farë mënyrë ti fokusohesh te mësimi, çfarë more nga ajo gjë që jete, që ajo vështirësia ose ai gabimi, po ta marrim si gabim. Po, ta marrim si gabim. Edhe normalisht që ne kemi pasur edhe uljet dhe ngritjet tona, por besoj duke qenë bashkëpunimi të dyjave bashk, normalisht që kanë plotësuar dhe kanë bërë një të plot. Edhe por pjesa më e vështirë besoj ka qenë për neve, domethënë për pjesën e sallonit. Në momentin që e hapëm sallonin e parë në Lezhë, ishte koha e tërmetit, ishte koha e pandemisë dhe na ranë shumë gjëra, domethënë shumë rëndesa. Edhe sidosi të jetë neve i kalum, domethënë, por për momentin që hapëm këtë sallonin këtu në Tiranë, nuk i kishim me aq frikë se tham, kur e përballuam neve atë vështirësi, ishte një vështirësi shumë e madhe si për gjithë. Po, e vërtet. Për shqiptarët, për shembull pjesën kur ra tërmeti dhe si për pjesën e pandemisë që ishte në të gjithë botën. Edhe ja dolem, si thosh, edhe nuk u dorëzuam, edhe me shumë vështirësi, domethënë. Edhe prandaj kur tani që kemi hapur këtu në Tiranë, nuk e kemi edhe shumë, ne ndjejmë pak më të qeta dhe them që këtu normalisht që do ja dalim.
I mbani të dy vendet në të njëjtën kohë, edhe thjesht lëvizni kur keni punë, si e realizoni këtë pjesën Tiranë-Lezhë, Ariana? Unë rri këtu në Tiranë, domethënë kam hapur sallonin, bëj gati 1 vit që kam hapur sallonin këtu në Tiranë. Dhe unë rri në Tiranë, moda rri në Lezhë, dhe koordinojmë oraret tona për shembull, nëse unë marr një zonjë për shembull blokët e kështu, i sugjeroj më të mirën të mundshme që puna e saj të bëhet sa më perfekte dhe sa më realizueshme. Prohemi, domethënë shkoj unë atje, vjen ajo këtej edhe S'është dhe larg tani, nuk e besoj se është aq larg. Jo, është një orë larg. S'është aq larg, se janë rregulluar dhe rrugët. Po shumë gjë e mirë, më pëlqen si ide dhe më pëlqen fakti që keni punoni me njëra tjetrën dhe punoni në 2 qendra të ndryshme dhe është shumë e jashtëzakonshme, po them, thjesht shumë ide e bukur që jeni zhvilluar më shumë. Dhe çfarë mund të thojë diçka e një vajze që është duke menduar se ishte një vajzë më parë thoshte që nuk e marr dot guximin, që të hapat të ndjek ëndrrën time. Çfarë mund t'i thojë ti nga këndvështrimi jot tani që në një farë mënyrë ke krijuar një farë stabiliteti? Po, patjetër. Unë mendoj që diçka që e ke në zemër, është mirë që, si të thuash, të ngrihesh edhe sa të kudo ta nisësh. Në momentin që niset një diçka, ajo realizohet. Në momentin që nuk e nis, të ke frikën që thua, jo, unë nuk e nis, se nuk e di, s'kam këtë, s'kam atë, asnjë gjë nuk realizohet. Në fund herës përsëri do të jemi shumë më të mërzitura, sepse nuk e quajm veten fajtore, sepse unë nuk jam e fortë që unë të shkoj dhe ta realizoj ato që du. Edhe normale që është ajo ideja që për shembull mos kështu dhe ato frikë të cilat na marrin pengë dhe nuk realizojmë atë që momentin që realizojmë, thu, po pse kësh pas frikë, domethënë për diçka. Por besoj se unë për shembull për fatin tim, për momentin unë kam se nga motra, sepse ajo ka qenë një mbështetëse shumë e madhe për mua dhe e kuptoj dhe atë gocën që ka shkruajtur të tillë në atë formë, sepse është shumë e vërtetë, por vetëm nuk realizohet asnjë gjë, domethënë, në mënyrë vetëm normale që të kesh një njeri që të afroje dhe që të doje, domethënë edhe të mbështesën, të japësh që ti të dalë edhe vlerat në pa. Por unë këtë pasur të jemi sinqert. Nuk kam pasur motrën që kam mbështet. Por besoj se nëse nisemi edhe realizohet, edhe vetëm mund të realizosh, për shembull. Por nuk flas me ca dallke, me ca vështirësi. Malisht, domethënë që nuk mundet të pa u realizuar, në momentin sepse ne nuk duhet të tërhiqemi në vështirësinë e parë, domethënë ajo është më e bukur. Edhe për shembull, neve kemi realizuar të gjithë këtë, duket sikur nuk kemi frikë nga asnjë lloj vështirësie. Edhe kur na vjen një vështirësi, ke parasysh që na, ndoshta në momentet të kemi qenë shumë kushtuar, më kupton? Edhe e kemi marrë domethënë përsëri ke fjalia parë, domethënë që e kemi marrë me sportivitet. Është bukur që po vjen. Pra ne ka kjo vështirësi tani për momentin që na mlidhen të gjitha, jo njëra, jo kjo, jo ajo, që na vin punët. Edhe përsëri e marrim, hajtë se e dim se diçka e mirë do të na vjerë dhe do të jemi shumë po përsëri më të forta, shumë më të forta. Edhe mendoj se ashtu ndodh gjithmonë, para se të vi diçka më e madhe, ti duhet të kalosh një sfidë, sado një sfidë që nuk e ke përjetuar më përpara, që të krijosh atë hapësirën e errësirës, është që në trupin tonë ne duhet të kalojmë vështirësinë që të njohim të mirën. Është gjithmonë, është thënë edhe në Kur'an, është thënë edhe në Bibël, është thënë në të gjitha librat e shenjta kjo. Edhe kur e përjeton që ke biznesin, e përjeton dhe e shikon më qartë, që vërtet kjo gjë që po ndodh tani ndodh për një arsye se po vjen diçka e madhe në jetën time. Më e bukur, më e madhe dhe ndihesh po përsëri një kur unë ja kaloj, unë i kalova, nuk më pengon, nuk ose dalem nga kjo pengesë që më ka dalë përpara dhe
e di që do e dalë do eci përpara dhe nuk ka problem, edhe se ishte dash, nuk. Po, e vërtet. Edhe është fiks kjo, se në përgjithësi ne duam gjëra që të bëjmë realitet. Dua atë gjë, dua atë gjë. Pra themi shumë gjëra në mendjen tonë dhe kemi krijuar shumë idera në mendjen tonë, por në momentin që nuk fillojmë të fokusojmë vëmendjen në një pikë dhe të ecim në atë rrugë, edhe të rrikemi, atëherë do të thonë që të duam atë gjë, ne duhet të rrikemi. Nuk është thjesht fakti që të dua më shumë lek edhe të rri këtu të pres, edhe mos të bëj asgjë. Apo jo, si mendon këtë pjesë, Ajana? Ma shpjego pak, na kënd vështrimi jot këtë pjesë. Neve për shembull, në qoftë se neve do mbajmë atë pikën e qëllimit që kemi, domethënë, normal të ta realizojmë. Por tham për shembull nga ai rrugtimi që kishim, domethënë, normal që ishte i vështirë. Dhe mendimi jon për shembull për hapjen e sallonit në Tiranë, dëshirë në lejë, dhe në momentin që e mendum që do ta hapim sallonin, në Tiranë e dishim që ishte një e madhe, sepse ishte një hap shumë i madh. Po. Aty do të thënë ajo frika, sepse mendonim që ose do ishim, ose do dështonim, si thosh, më thojë si thosh, do dështonim. Është qeraja më e lartë edhe ja shpenzimet më të larta. Po, shpenzimet më të larta dhe ishte një diçka shumë e re për neve, sepse nuk është se e njihshim Tiranën, atë biznesin ose esën e Tirana është shumë e shpejt në zhvillim dhe pastaj ishte shumë për neve, ishim shumë nuk kishim atë shpejtësi tonë që të arrijmë që ta realizojmë dhe nuk e kishim më problem. Por domethënë cilën hap të cili është më i mirë mendum, domethënë e mendum që ta hapim në Lezhë. Po. Aty në Lezhë kemi 5 vite punën, vazhdoj ta kemi. Edhe aty domethënë kemi dhënë maksimin ton për tonë që ne ta realizojmë edhe të arrijmë që të ato që domethënë mungesat tona që ishte viti i parë, që viti i parë normalisht që është shumë i vërtetë hapet viti i parë, i dytë, por neve ashtu por neve ja doli tek në Lezhë. Edhe pastaj punum me shumë cilësi, me shumë përkushtim, me shumë vëmendje, me shumë dashamirësi, me shumë sinqeritet dhe e gjithë kjo e dinim që sjell atë të mirën që neve kemi realizuar sot këtu. Edhe pastaj ne arritëm dhe vendosëm fituam një klientel shumë të mirë. Ja bashkë me motrën ne vendosëm tham tani ka që ne të hapim sallonin ton në Tiranë. Edhe normalisht ka vështirësi. Kemi hapur që të venin njërën tjetrën dhe domethënë ja kemi dalë. Pra, nga ai mendimi që ishte dikushëm, domethënë që donim që të hapim një sallon në Tiranë, domethënë pse jo, për të ardhmen tonë, për të ardhmen e fëmijëve, për gjithçka, për një të mirë, domethënë që neve po mundohemi që ta realizojmë tamam. Ishte kjo domethënë morëm një rrugë të cilën që ishte pak më e lehtë, që ta sepse këtu mundem neve që të realizojmë një diçka shumë më të mirë për një hap tjetër. Të lartë. Shumë e bukur. Sa kohë vajti që e keni hapur në Tiranë? Gati një vit apo më pak se një vit? Po, një vit. Unë tani bëj një vit. Në çfarë vendi, në çfarë zone e keni në Tiranë? Pavarësisht se Tirana tani është rritur, edhe unë si mbaj më shumë zona, po ato që kam jetuar 10 vjet në Tiranë. Në çfarë zone e ke hapur sallonin për vajza që mund të jenë nga Tirana dhe mund të vinë të ndjekin atje? Po. Në zonën e Astirit e kam hapur. Okej, shumë mirë. Është rritur goxha Tirana, prandaj them që është zgjeruar dhe tani shumë gjëra kanë ndryshur. Zona e Astirit, për shembull, sikur e kam dëgjuar këtu, domethënë është, si thosh, është një Tiranë e dytë, edhe kjo ka qenë edhe prapë se për shembull dinim shumë sallonin për shembull me qera, për neve doshim të realizosh të ngulim si të thosh aty ku ja kanë, ai që klientëve
domethënë që të realizojmë një klientelë, domethënë që të jemi në ku ka më shumë rini, ku ka më shumë studente. Po. Jo. Edhe është akoma është e re, është zonë e re Asteri, është akoma në zhvillim. Akoma është në zhvillim. Çfarë është diçka, çfarë është një mësim që ke mësuar ti gjatë gjithë këtyre viteve që ke punuar, edhe keni punuar së bashku, bashkë me motrën? Unë mendoj se timi është sinqeriteti në punë, bashkëpunimi. Ajana, me iku zëri, të më dëgjon? Po të dëgjoj. U shkëput për një moment, nuk të dëgjoja. Po thoja që nga ky rrugtimi, domethënë që kemi pasur, domethënë pika parë që është, domethënë është që kam mësuar sepse ne duhet të jemi korrekt, korrektësia, gutimi, ka duhet të jetë në mënyrë shumë të sinqertë, shumë të hapur. Domethënë me gjithçka neve na përket, domethënë në momentin që marrim përgjegjësi në mëngjes, thosh, deri në mbyllje, domethënë duhet të jemi tepër të korrekt, jemi të vlerësuar, jemi si thosh cilësore, domethënë ka gjëra domethënë të jemi. Ajo besoj që është kryesorja, domethënë që për të pasur sukses kudo, në qoftë se në familje, në qoftë në punë, në qoftë në kudo, duhet të jetë vetvetja dhe duhet të jemi të drejt për drejta, të sinqerta dhe shumë të sakta. Korrekt, po. Shumë e vërtet. Edhe është diçka sepse duke krijuar këtë klientelën që është që ti i tregon respekt, sepse korrektësia është respekt indirekt për ata dhe i vlerëson kohën e tyre, çdo gjë, është diçka që ajo do krijojë një besim dhe do vi sërish. Kjo është ideja që do vi sërish dhe të kesh klient jo vetëm për një herë. Se kur e ke vetëm për një herë nuk është klient, domethënë nuk është biznes. Do diçka që të krijosh akoma edhe më shumë njerëz, edhe të kesh klientelë të qëndrueshme. Patjetër. Në radhë të parë unë besoj se duhet të jemi shumë të thjeshta, duhet të jemi shumë të komunikueshme, duhet të jemi shumë të qeta, duhet të jemi, domethënë puna vetveti të bën që të jesh si psikologe, të jesh që ke, domethënë që po bën punën dhe të jesh e saktë, përpos domethënë fjalive ose komunikimit që kemi klientin, neve punën neve nuk do ta në një rast. Të kemi marrim njohuri e shumta për shembull si jam unë, për shembull më duhet që të marr njohuri sa më shumë sa pjesën e punës që neve bëjmë, që ne të jemi të dishme dhe të kuptojmë domethënë atë që don klienti dhe ta kuptojmë shumë mirë klientin për atë që don. Dhe kjo është domethënë që na takon, domethënë si përgjegjësi e jo. Ne të kemi suksesin, flasim. Po, e vërtet. Edhe kjo ishte një bisedë shumë e bukur, faleminderit shumë Ajana. Dhe unë do doja vetëm diçka që ta mbyllim me një shprehje tënde ose diçka që ti dëshiron ta ndash me të gjitha vajzat që ose vjen vajzat, nuk ka rëndësi shumë që na ndjekin në këtë momente dhe që do ta shikojnë live-in. Si një pjesë e mirë ndoshta janë në punë sepse është mesdite dhe ndoshta janë në punë, po e shikojnë më vonë live-in. Do ta hedh në YouTube për të gjithë ju që nuk e keni parë live-in. Kështu që çfarë mund t'i thuash, domethënë, edhe një herë ta them drejtor vetes tënde para 5 vitesh ose që nga momentet e tua të para, çfarë mund të thuash një mesazh të shkurtër dhe për të gjitha vajzat që janë duke e parë Arianën, mund të shkoni edhe te salloni i saj edhe në Lezhë, edhe në Tiranë, dhe unë i uroj shumë suksese Arianës. Faleminderit që u bëre pjesë e kësaj rubrike. Po, çfarë është një mesazh diçka Ariana që ti do ta mbyllësh live-in? Unë mendoj dhe them që gocat të cilat kanë dëshirë të realizojnë në jetë dhe të jenë që atyre zemra ju a dënë, domethënë duhet të jenë me shumë punë, shumë përkushtim, mos kenë frikë, ama do të jenë shumë punëtore, ta themi, domethënë duke
byja asaj që don. Në qoftë se i shërbejmë asaj që duam, normalisht që neve do të realizojmë dhe do jemi ajo që duam. Domethënë, në qoftë se të duam diçka, normalisht do jemi ajo që ne kemi dëshirë dhe këtu përfaqësohemi dhe gjithçka realizohet. Ndoshta me 2 veta, me 3 veta, domethënë gjithçka nisin me shumë hapa. Nuk mund na për shumë nuk bëj shumë të faktë ditë ose për 2 ditë. Të duhet shumë kohë. Duhet durim, në të njëjtën kohë edhe durim, këmbgulje. Durim, po, patjetër që të realizohen dhe është gjithçka realizohet. Unë me këtë ide, domethënë kam arritur që kuptoj gjithçka realizohet. Vetëm është të kesh vullnetin, dëshirën, përkushtimin, durimin edhe çdo gjë realizohet për bukuri. Po, shumë faleminderit Ariana, e vlerësoj shumë. Nëse keni edhe ndonjë pyetje, mund të shkruani për Arianën dhe do lë dhe vetëm shumë pak minuta. Edhe do krijojmë këto rubrika, do vim edhe me vajzat e tjera çdo javë në të njëjtën ditë, ditën e mërkurë. Faleminderit që e hape këtë rubrikë Ariana, je e para që u bëre pjesë. Dhe unë thash t'i shkruaja se më kishte bërë që ishte bërë tag, e thash ta provoj, po edhe kisha merakun se nuk do bësh pjesë, një pjesë e mirë e vajzave që kanë biznes, kanë edhe pak turp të dalin live, nga që s'është, nuk është diçka që e ke praktikuar. Ja tani që po flasë pak më shumë, tha me veti, po pse ta mbyllim tash, se është tash sapo u lirë. Po, çfarë mund t'i thuash diçka vajzave që nuk kanë marrë ndonjëherë pjesë në live? Ma thuaj Ariana. Çfarë mund të thuash diçka? Çfarë mund të thuash diçka vajzave që nuk kanë bërë pjesë e një live-i? Tani me jep eksperiencën tënde, se ti e mësove tani. Tash neve sa më shumë do të thonë që t'japim live-et, për shembull për mua sigurisht është eksperjenca parë live bashkë edhe e vjen shumë mirë. Sa më shumë që neve të provojmë nga të marrim hapat, do të thonë që po okay, provoj dhe këtë gjë, pavarësisht se kemi emocione njëra tjetra ke parasysh, por ne na bëhet diçka shumë e mirë për veten tonë edhe jemi shumë më të lirshme, shumë më të qarta ose si më të thënë. Krijohet një vetbesim që se ke pasur. Po patjetër, jemi më të shprehura dhe në duket vetja sikur u rritëm, domethënë po rritemi. Dhe ka shumë domethënë kështu e ndjej domethënë, okay, e kalova këtë situatë, domethënë këtë gjë. Nesër për shembull nuk e kam frikë që do hyj live dhe do jem më lirshme edhe më ndoshta edhe më e qartë në ato që dua të them. Nga emocionet e kështu nuk mund t'i shpreh të gjitha, domethënë në mënyrë shumë të rregullt. Jo, je duke i shprehur shumë mirë, mos e gjykoje. Shumë mirë. Por e kam fjalën për shembull sepse do jemi edhe më të lirshme dhe më të sakta dhe do ndjehemi edhe më mirë, domethënë. Do ndjehemi edhe më se ne jemi këto që jemi dhe këto që jemi duam që të shprehemi dhe të themi që un jam, për shembull. Po, e vërtet. Edhe un mundem, edhe normale, do të thonë që edhe njohim edhe vetën tonë se sa të afta jemi dhe se sa mund që neve të ngrihemi dhe më lart, se janë gjëra shumë të bukura dhe pse jo mos të hyjmë live, pse jo mos të flasim edhe më shumë. Po. Unë i ndjek faktikisht live-et, domethënë të tjerë, po ndjek pavarësisht se për veti ishte e para. Po. Të thënë, mësojmë shumë nga njëra tjetra. Mund, si thosh, në duket sikur jemi në shoqëri shumë të hapur, pavarësisht se është një mundësi shumë e mirë që ne të shprehemi ato që kemi përjetu, ato që mundemi dhe mësojmë nga njëra tjetra, është gjë shumë e bukur, sidomos ne femrat ne duhet të jemi shumë përkrase. Më të lidhura, po, si thosh, përkrase të njëra tjetrës, siç po bën Tina tani për shembull për biznesin e gjithë ato që kanë biznese dhe druhen për pak gjë, domethënë siç ishte ai momenti i parë, por ja tash po flas. E vërtet. Edhe diçka, sepse në përgjithësi ne mendojmë që vetëm njerëzit të cilët që janë në televizor, që mund të flasin, vetëm ata mund të flasin, ne nuk mund të flasim. Dhe kështu është krijuar kjo ideja, por e vërteta është që tani më shumë se kur është ideja që ka media sociale dhe ne ti mund të sjellësh një klientel shumë të lartë, Ariana, nëpërmjet Instagramit. E kupton edhe sa më shumë ti të prezantosh gjëra që bën në sallon dhe të dalësh edhe më shumë live, unë të sugjeroj që ta vazhdosh më tepër këtë pjesën e live-ve, sepse njerëzit nganjëherë
ti mund t'i kesh komshinj atje dhe nuk të shikojnë, se janë të zënë me punë, por do të shikojnë, më kupton, krijon. Ti sa më shumë të futesh në zonën e krijimit, pra që të fokusohesh çfarë të bëj diçka të re në faqen time, që të sjell më shumë klientel, dhe kjo është një mundësi që t'ja jep dikujt tjetër që nuk e ka parë ndonjëherë, edhe vjen tek dyqani jot. E kupton Ariana? Po, shumë e vërtetë. Kështu rritesh çdo ditë edhe më shumë, po rritesh dhe i ofron një mundësi një personi tjetër të bëjë të njëjtën gjë. Dhe kjo është diçka që ti ja dhe mundësi vetes, sepse unë prandaj të thash të vlerësoj shumë, sepse kur të pyet aty the po do bëhem pjesë, unë e thash ndoshta nuk do, sepse nga që nuk është se kam marr pjesë ndonjëherë në live, por të thash që do jetë një live i thjeshtë, do jetë njësoj sikur jemi duke biseduar. Unë të falenderoj shumë Ariana dhe të përgëzoj shumë, të uroj shumë suksese për dy fëmijët e tua, edhe për veten tënde, edhe për motrën që jeni të dyja bashkë. Ju lum që jeni bashkë me njëra tjetrën dhe suportoni njëra tjetrën. Nuk ka si motrat edhe nuk ka si të qëndruarit bashkë. Hedi, po, kjo motra ime, kjo ka qenë duket sikur është më veçanta se gjithë tjera. Po, e vërtet është. E që e kam pas shumë afër, edhe e kam edhe shumë afër, edhe domethënë është mbështetja ime më e madhe, dhe i them që e du. Ajo ka besuar në ti. Ajo ka besuar në ti, prandaj ti ka dhënë mundësi që hajde, bëhu me mua. Mos mendo më, mos të qëndro aty. Të ka shpirë, të dalësh. Tej masë shumë. Okej, dua që ta përshëndesësh Merita e ka e motra, apo jo? Okej, thuaj Meritës një mesazh që ta shikoj kur të mundet ajo, se ndoshta nuk është live tani. Unë i them Meritës të du shumë, edhe puth shumë, edhe je e gjitha domethënë. E ka pas, kam krahasim të djathtë, ajo është gjysmë. E dim, edhe ajo të do shumë, e sigur që të do shumë, edhe gjithmonë mos mendo se je vetëm, Ariana, mos mendo se je vetëm se aq më tepër që ke motrën, por gjithmonë je suportuar kur ti punon me zemër. Gjithmonë. Dhe për të gjitha vajzat, dua që ta ndihni në faqen e saj Arianën dhe të kemi mundësi që ta suportojmë njëra tjetrën edhe një herë, ashtu si e tha edhe Ariana. Të përqafoj fort Ariana. Edhe unë të falenderoj shumë Mina, më bëre të ndjem pak ndryshe sot. Dhe unë të përgëzoj që u bëre pjesë. Falenderoj edhe gjithë të tjerë që e kemi pasur live, dhe mund të shfrytëzoj rastin, domethënë që është festa e mësuesve dhe festa e nënave, e ju them gëzuar. Me që jemi live tani, domethënë edhe. E vërtet është. Dhe ju uroj gëzuar festën e tyre, sidomos mamit tim, që e du shumë. Edhe çfarë të them, vetëm bashkësi për të gjithë juve, për të gjithë edhe për ato që kanë nisë biznesin, për ty Ina, për të gjitha femrat të cilat neve jemi shumë të forta dhe neve realizojmë gjithçka. Ne realizojmë. Kam lexuar një libër, thoshte Ariana, ne kemi aftësi që të realizojmë çdo gjë për 9 muaj. Kur kemi aftësi që të sjellim në jetë një fëmijë për 9 muaj, edhe projektet, edhe idetë, nëse ne fokusohemi për 9 muaj, është ideja që ti e sjell në jetë. Është si një fëmijë. Edhe këtë e ka një femër, e ka këtë fuqi, po asnjë nuk na i tregon këtë gjë. Po, dhe shumë e vërtetë që thua ti, për shembull, se dhe vetë ju prap duke hecur gjithë këtë rrugtimin, fillojmë edhe nxjerrim edhe vetë neve pa dashur për me lexu libra, po edhe duke nxjerr vetë ato kuptimet që thu me veti, ore që një fëmijë në duhet 9 muaj. Pra, domethënë, është një kohë që ne na duhet kohë që ne të realizojmë atë që duam neve. Dhe por nuk e shikojmë me sy, edhe pse nuk e shikojmë, ti e ndjen që është atje fëmia. Po. Edhe kohë për gjithçka që ne të realizojmë. Çdo gjë do kohën e saj, domethënë që të realizohet dhe të jetë e plotë dhe e pjekur, si të thosh. Edhe të vinë në jetë në formën e plotë, ashtu si ne ndërrojmë. Po, fiks. Faleminderit shumë Ariana. Ju përshëndes dhe të uroj një ditë sa më të mbar. Për mua është natë, kështu që tek ju është ditë, ne jemi në anën tjetër të botës. Të përgëzoj edhe të uroj vetëm suksese në jetë. Edhe shpresoj që një ditë të shikojmë kështu do vi tek dyqani, do të shkruaj po erdha në Tiranë. Të mirë. Të përshëndes. Faleminderit. Falenderoj shumë. Faleminderit. Mirupafshim.
Deri më pafshi.